أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Falënderimi dhe lavdërimi I takojnë Allahut të madhruar, lavdia dhe bekimi I Tij qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Hadithi I radhës të nderuar vëllezër, rreth të cilit do të themi disa fjalë, është një hadith të cilin e transmeton Ubade ibn Samit. Ubade ibn Samiti është një prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kurse hadithi është I shënuar në Buhari dhe Muslim. Është hadithi I saktë, s'ka dilemë. Cili është ai hadith? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Men ahabba liqa Allahi, ahabba Allahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allahi, kariha Allahu liqa'ahu. Kush dëshiron të takohet me Allahun, thot pejgamberi alayhis salam, Allahu do mu taku me ta. Kush urren të takohet me Allahun, Allahu urren të takohet me të. Aisha radiallahu anha I tha, kur I ndëgjoi këtë fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha ja Rasulallah, po ne e urrejmë vdekjen. Sa ajo e kuptoi se demek ne duhet me dash vdekjen, ha? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk është ajo. Nuk është ajo ti që e ke kuptuar. Po është diçka ndryshe. Besimtari, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'minu idha hadarahu al-maut, besimtarit kur t'i vi vdekja, bushire bi ridwanillahi wa karamati. Në momentin kur I del shpirti I njerit, në atë moment kur më nuk ka taube, s'mundesh më më pishman, s'mundesh më me bëhet një punë të mirë, se dhe taubi janë është ibadet, apo? Se njeri dhe me thonë e ka afatin kohor në cilin ai mundet me punu punë të mira, punë të këqija, edhe me punu edhe me punu edhe punë të këqija. Në momentin kur I del shpirti, se cili njeri, qoftë I mirë, qoftë I keq, e sheh se ku ka me shku. Dhe në atë moment, kur ta shohe besimtari që ka bërë punë të mira, kur ta shohe se ku ka me shku, thot pejgamberi sa nuk ka diçka më e dashur për të se sa vendi ku ka me shku. Dhe shumë ka qef me shku atje. Dhe ka shumë qef mu taku me Allahu subhanahu wa taala, edhe Allahu dëshiron të takohet me ta. Mira ma ai keqi që nën kupton në radhë të parë mosbesimtari. Se keqja më e madhe është kufri, apo mosbesimi. Ai keqi kur ta shohe se ku ka me shku, normal, më thon ka me urrejt vendi ku ka me shku dhe me kan ka mu taku. Prandaj Allahu azza xal ka me urrejt, më thon takimin e tij. Kjo pjesa e fundit e hadithit e shpjegon pjesën e parë të hadithit. Siç thot Imam Neveviu, se pjesa e dytë e hadithit e shpjegon pjesën e parë të hadithit. Sa është normal se cili njeri, e në besimtari, e në mos besimtari, e urren vdekjen, se vdekja nuk është kollaj, nuk është dhe një punë që, në më thënë është e letë kur gjanë, vdekja në këtë e urren, se vdekja është musibet, është fatkeqësi. Allahu subhanahu wa taala ka përmend vdekjen se është fatkeqësi. Kush ka qef me aprej qafën? A ka dikush qef me aprej qafën? A, du me thonë me prej në qafë, shemë, pëta. A ka dikush qef me ju humbë kretë pasuria? Ja, po është fatkeqësi. A ka dikush qef me vdek? Po ja, s'kemi qef, edhe pse kretë dim se kemi me vdek. Në thonë hadithi, kur që bje me lexu hadithe, kush dëshiron të takohet me Allahun, Allahu dëshiron të takohet me ta, nuk është për qëllim kush e ka qef vdekjen. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndalu në hadithe tjera, ka ndalu me shpresu vdekjen. Me thonë, o Allah, banëm që të vdes, haram është. S'lejohet. Veç në një rast lejohet. Me thonë, o Allah, nëse vdekja është më mirë për mua, atëherë më mëso të vdes. Nëse jeta është më mirë për mua, më mëso të jetoj. Kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të lutemi. Do të thonë, vdekjen s'e do kërkush.
hadithi nuk në nëzit në me e dosh vdekin, me lip vdekin, nuk është kështu. Se si që thash edhe ma përpara, vdekja është një fatkeqësi dhe ka përmend Allahu subhanahu wa taala në një kontekst me frigën, me urinë, me humbjen e pasurisë, edhe vdekjen e ka përmend. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "Walanabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiri as-sabirin alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun." Gjithsesi do t'ju sprovojmë me diçka prej frikës, urisë, humbjes së pasurisë dhe humbjes së shpirtave. Humbja e shpirtave këtu është humbja vdekja faktikisht. Thot Allah: "Wa bashshiri as-sabirin." E ti përgëzoj sabërli, durimtartë. Alladhina idha asabathum musibatun, ata të cilët kur ju ndodh një fatkeqësi, për fatkeqësive që u përmendën, do me thonë edhe vdekja që nga fatkeqësi. Alladhina idha asabathum musibatun, thonë sabërli janë ata të cilët kur ju ndodh një musibet, një fatkeqësi, ata thonë të Allahut jemi dhe të Allahut kemi me shku. Të Allahut jemi dhe të Allahut kemi me shku. Do me thonë, për me larguat keq kuptimin se ne nuk lipët prej nesh që ta kërkojmë vdekjen, për kundrazi, do me thonë është gjë normale, si i ka thonë Aisha radhiyallahu anha, bashortja e devotshme e pejgamberit, ka thonë ne inna lanakrahul maut, ne urrejmë, kemi inat vdekjen, por nuk është kjo. Nuk është, më thonë, qëllimi i fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush dëshiron të takohet me Allahun, Allahu dëshiron të takohet me të, nuk është qëllimi të na nxjisë neve ta kërkojmë vdekjen, po qëllimi është diçka tjetër, o vëllezër. Çka është qëllimi? Qëllimi është që në platformën tonë, në përditshmërinë tonë, në veprat tona, në aktivitetet tona, në punën që e bëjmë ne, ta kemi vazhdimisht në vetdia ahiretin. Kush e ka ahiretin, në me thonë, për parasive të ti, për ditë, në çdo punë, në çdo gëzim, e në çdo piklim, në çdo të mirë, e çdo të keqe, në çdo lodhje, në çdo ecje, në çdo ngecje, në çdo lëvizje, në çdo mos lëvizje, në me thonë, nëse e kenë platformën tënde të jetës, në përditshmërinë tënde, nëse e kenë vetdijen tënde ahiretin, atëherë ti do me thonë je prej atyre të cilët dëshirojnë takohen me Allahun azza wa jall. Prandaj ky hadith neve na mëson që çdo hap që e marrim ose çdo punë që e lëm, çdo hap që nuk e marrim faktikisht, ne duhet ta shikojmë se a do të na bëj dobi në ditën e ahiretit ajo punë apo jo. Kjo është, do me thonë, kjo është qëllimi. Se për ndryshe, do me thonë tabiati i njerit, bile dietar thënë me pas mundësi me pas komuniku me fëmijën që është në barkun e nanës. Se normal njeri mirë nuk ka mundësi me e urrejt me shku të Allahu azza wa jall për arsye se këtu është burg. Dunjaja është burg për besimtarin, jeta e vërtet dhe përsosur është në ahiret. Dhe ti kur shkon në ahiret shkon prej burgut ose prej një ngushësisë së madhe në një gjërësi të madhe. Xheneti, gjërësia e të cilit është sa toka dhe qiejt. Xheneti është shumë i madh. Nuk është normale tipi ngushësisë, domethënë me darmi, po njeriu, domethënë mësohet në ato kushte dhe prandaj edhe tabiati e ka inati vdekjen, ashtu sikurse do ta kishte inati fëmia që është në barkun e nënës në një vend prej parafërsisht 50 cm kup, kreç aty. Mirë, ama domethënë sikur të thon dietar sikur të kishte pas mundësi me komunikum me i thonë, ati më thonë me ardhë në një, pa që e ka, sa gjanë është, më thonë kime pas një shpinë veti, po kime pas, më thonë kime pas kerët mira, kime pas shëtitja, kime shku në vendet bukura, kime knaq, sfirin, dhe me thonë duha ba, kime angru shqimet mira, po, jo vetëm aj prap, dhe me thonë s'kishte me pranu, sa aja është mësu në qatë jetën, ishte mësu, dhe me thonë në qatë jetën e vetë. Kështu është edhe puna e njeriut në këtë botë. Normal, më thonë, besimtari, më thonë, vazhdimisht duhet punoj për
për atë jetën e ardhshme, sepse e dim ne, domethënë ne besojmë se atje është përfundimi edhe atje domethënë do të jetë jeta e plot, apo ku bashkohen kënaqësia e shpirtit dhe kënaqësia e trupit. Se këtë dunja, si thënë dietar, domethënë relacioni mes kënaqësisë shpirtit dhe trupit është në kështu. Më përshën dunja, domethënë baza është materialja, edhe pse shpirti përjeton kënaqësi dhe dënime. Në jetën e varrit baza është jeta shpirtërore. Edhe pse edhe trupi ka mundësi me pas dënime, kurse në jetën e ahiretit kënaqësia apo dënimi kanë me konë barabartë, në mënyrë të barabartë, edhe për shpirtin edhe për trupin, sepse është jeta e përsosur. Ai i cili e urren me shku në botën tjetër, është, thënë dietarët, njësoj sikur se një njeri, cilin e marrin kështu paprit, se vdekja vjen paprit, apo? Ne nuk e dim, kërkush nuk e planifikon vdekjen e vet. Se di kërkush dakikin, nuk e di ditën, nuk e di vendin, nuk e di, kjo është prej çështjeve të gajbit. Nëse, për shembull, një njeri e marrin papritmas, edhe e hypin në aeroplan, edhe i thënë se kime shku në një vend ku banorët e atij vendit nuk duan ty, të urrejnë, për X arsye. Edhe ti atje nuk je, domethënë as njerëz që të njohin, që të duan, ama nuk ke as pasuri, edhe nuk ke me veti kur gjon, as ushqim as kur gjon. Para mendo si do të ishte ndjenja ti për me shku atje. Armiq, dushman, në domethënë mesin e ujqerve, cilët mundën me çka. Kështu është puna e mosbesimtarit, i cili nuk ka diçka, thot pejgamberi sa, më të urryer për mosbesimtarin. Në momentin kur i del shpirti, se sa ajo që është para ti. Për para ti është ajo jeta, më thonë, për plot dënime. Ama, nëse, shembulli tjetër, nëse ti për shembull thonë se duhesh me udhthu nesër, në një vend ku ti ke atje shumë pasuri, në një vend ku ki shumë dashamir, në një vend, me thonë, ku ke shumë të holla, krejt i ki dëpunuar atje, me thonë, e ke pallatin, e ke shoqëninë e mirë, a do të ndish ndonjë frikë, apo ki me pas qef me shku mu taku me dashamirët e tu? Sigur, kjo është puna e besimtarit. Prandaj thash duhet me e fut në platformën tonë, në përditshmërinë tonë, në vetdijen tonë, punën e ahiretit. Me thonë, çka bëjmë dhe a jemi të e ndërtu atjet, apo jemi të e rënu atjet? A jemi të përgadit diçka që nesër ta kemi, apo jemi duke vazhdimisht, më thonë, sikur se ato bindjet materialiste që janë, të cilët thonë, është edhe me rëndësi, do me thonë, njëherë jetohet, ja bëjnë ata. Do me thonë, ata që s'besejnë, edhe gjunaqartë që nuk e njohin fenë, edhe nuk e njohin Allahun subhanahu wa taala, dhe nuk e kuptojnë jetën. Thonë, njëherë jetohet. A faktikisht, do me thonë, këtu është vendi ku ne duhet të përfitojmë. Këtu kemi ardhur, do me thonë, që të ndërtojmë ahiretin me punët e tona të mira, duke adhuru Allahun subhanahu wa taala, duke qëndru, në thonë, të paluhatshëm në rrugën të cilën e ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, me thonë, këtu kemi dy situata. Situata edhe pse besimtari e urren vdekjen në atë moment kur e sheh se s'ka çare tjetër, ajo është duke e dhënë shpirtin, atëherë me laçet i tregojnë se ku ka me shku. Dhe kjo është e përafërt, kjo fjalë e pejgamberit me ajetin kuranor, ku të njëjtin kuptim e jep, thot Allahu subhanahu wa taala, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ata të cilët thonë, Zoti ynë është Allahu, dhe përqëndrohen këtë. Përqëndrohen në këtë rrugë. Në me thonë, me konë stabil, mos me konë i luhaq. Istikame, e ka qatë kuptim. Si të ngulli shkom, në fejnë Allahu në zërë, nuk pranon dyshime, nuk pranon, në me thonë, luhaq shmëri. Nuk pranon t'jesh labil. Ata që thonë se Zoti ynë është Allahu, thumë stakamu, edhe janë të fuqishëm këtë.
janë të paluhatshëm këtë fjalë, se krejt feja kthehet këtu, Zoti jonë është Allah. Këtu kthehet feja. Këtu është pika e besimit, pre ku burojnë pastaj krejt ato obligime tjera. Prandaj të shartët e imanit, sharti i parë i imanit, kushti i parë i besimit është besimi në Allahun Azza wa Jall. Thënë ky është sharti kryesor, ato tjerat janë burojnë nga ky shart, se besimin me laçen, pejgamber, ditën e ahiret, këtë janë për Allahun subhanahu wa taala. Ata që thonë se Zoti ynë është Allahu dhe përqendrohen në këtë fjalë, çka ndodh? Tatanazzalu alejhimul malaika. Ati i zbresin me laqet. Më thonë, ai që thot këtë fjalë, thot Allahu Azza, ati i zbresin me laqet. Pse zbresin me laqet? Vinë me një porosi. Më thonë, vinë me një mesazh për Allahut subhanahu wa taala. Çfarë thënë? Alla takhafu wala tahzanu. As mosu friksoni, as mosu mërzitni, mosu piklloni. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dhe merrni mishde, ju japi mishde, thënë me laqet, se juve ju takon xheneti që u është premtu, se besimtari e ka të premtu në xhenetin, apo? Në kështu janë hadithet, kështu janë. Kush fal namaz, kush agjeron, kush e ban haxhin, kush jep zeqat, kush urdhëron punë të mira, kush ndalon prej punëve të këqija. Në përgjithësi, punët e mira, çka është shpërblimi i tyre? Është xheneti. Më thonë, Allahu Azza wa Jall nuk e them premtimin e vet. Po puna është ne a do ta mbajmë atë marrveshje. Ne a do të qëndrojmë, a do të jemi të përqendruar në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë, me laqet e përgëzojnë njeriu në momentin e vdekjes, e përgëzojnë dhe e di njeriu, do thonë e di njeriu në atë moment. Edhe çka ndodh? Shumë kollaj del shpirti besimtarit. Shumë lehtë i del shpirti. Se veç më ai, do të thonë, ala pa i dal shpirti në momentin e gargarës, ai e shef se ku ka me shku. Edhe si e ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, daljen e shpirtit të besimtarit, çashtu sikur se del uji prej grykës së ibrikut, gjigimit. Çashtu do të thonë del shpirti i besimtarit. Ama çka ndodh me mosbesimtarin? Në momentin kur ai është tu i dal shpirti, në atë moment kur e sheh se ku ka me shku, thonë dietarët, edhe në disa transmetime është përmend se shpirti i tij hik na për krejt trupin. Nuk është në gargare, hik. Edhe procesi i marrjes së shpirtit me laqet e vdekjes që e marrin shpirtin, si e ka përshkruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sikurse një shkop me thera, do të thonë kur ta nxjerrësh prej leshit të lagush. Ose si ka thonë Musa alayhis salam, sikur dalja e shpirtit, do të thonë është sikurse me janë nxjerr lëkurën për së gjalli, ka e prapa kështu. Kjo është dalja e shpirtit. Nuk del sikurse uji nga gryka e ibrikut. Se besimtari kur ta shohë, do të thonë atë përgëzim, kjo do të thonë është kuptimi i hadithit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kush do mu taku me Allahun azza wa jall, Allahu do mu taku me ta. Kush urren mu taku me Allahun azza, ka me hik shpirti. Ka me hik shpirtin për krejt trupin ka mu shpërnda. Ne nuk e dim sa ajo është botë e fshehur, veç ka mu shpërnda. Edhe pasaj do të thonë ajo do të jetë një vështirësi shumë e madhe për besimtarin, do të thonë dalja e shpirtit prej trupit të njerit. Përmendin shumë raste të vërteta për njerëz të cilët kanë punu punë të mira për me i gjetë në ahiret. Më thonë raste tash të vonshme. Përmend një hoqi i Arabis, përmend thot kam njoft thot një njeri të pasur, i cili ka pas krejt lukset e dunjas të mundshme, që janë krejt ka pas, edhe kam njoft thot personalisht. Mirë po, nuk ka kanë besimtar si duhet. E thot Allahu subhanahu wa taala e sprovoj me një smundje shumë trant. Edhe na smundje vdiq, mirë po para se me vdek, në me thonë u bë histerik, ju ngatrun ato qendrat në trun që janë për me qesh, për me kajt, ju bon një. Edhe thot si ishte duke ne të regojnë familje e ti.
veç u ngritke, bërtitke, s'ka me vdek, të thonë. Jo, s'ka me vdek, thot. Nuk ka me vdek, edhe se s'ka mujt me livrit, mirë po, më thonë, tu bo me gjeste, në momentin kur ka vdek, thot, qatë shumë ka bërtit, ka leshu një zonë të keq, më thonë, krejt mahalla e kanë dëgju zonën e ti të treshtushëm. Më thonë, kjo është, Allah i na rujt, më thonë, është përfundim i keq. A për dallim prej besimtarit mirë, i cili, në më thonë, mendon për me ndërtu vendin, shtëpinë e tij ku ka me shku për gjithmonë. Ka dhënë një rast në një prej spitaleve të në Arabi, gjithashtu ka ndodhur. Lexojsha, më thonë, për komentimin e këtij hadithi, edhe ka dietar që kanë përmendur raste konkrete. Lexojsha një rast, gjithashtu i njëjti hoxhë ka thënë se në një spital ka një shtrim një besimtar, i cili ka pas një smundje shumë të rëndë. Mirë po, subhanallah, një prej dobive, kur njeri u pajtohet me caktimin Allahut Azza wa Jall, ishte, lexojsha shumë interesant, më thonë, megjithse ishte një terminologji pak e panjohshme për mua, më thonë se flitke diçka për nervat, për qendrat në tru, një prej dobive shumë të rëndësishme të pajtimit me caktimin Allahut Azza wa Jall ishte se në tru, në me thonë, ishin do dyrë, nëpërmjet të cilave, në me thonë, shkon sinjalizimi i dhimbjes së trupit në tru, edhe pastaj kur të mrihen në tru, masën e ne ndim dhimbja. Ata njerëz të cilët janë, në me thonë, të kënaqur me caktimin e Allahut Azza wa Jall. Adi, në me thonë, që është faktikisht, në me thonë, ne kemi për obligime, po, se besimi në kader, që është sharti i 6 të imanit, besimi kushti i 6 të imanit, në me thonë, është, si thënë, ajo ta rregullon jetën. Në thonë, besimi në kader e rregullon jetën e njerëzit. Nuk i dit mirat e besimit në kader vetëm se besimtari. Prandaj ne themi besimtari është i vetmi i cili dimi të i kalu fatkeqësitë më të mëdha të dunjas. Me të ndodh smundja më e keqe, me të ndodh fatkeqësia më e madhe, me të humb krejt pasuria, krejt familja me të vdek. I vetmi i cili mundet me mbet i shnosh, do të thonë i shnosh, edhe ata pa kurrë farë pasoje negative, është besimtari, i cili beson në kader. A e di se çka ka ndodh, s'ka pas mundësi mos me ndodh. Si ka thonë pejgamberi sa i ka thonë Abdullah ibn Abbas, dije sa ajo që të ka godit, s'ka pas mundësi me të huq. Dhe dije sa ajo që të ka huq, a e kuptoni huq, s'ka rok. Ajo që të ka huq, do me thonë, s'ka pas mundësi me të godit. Janë ngrit lapsat dhe janë tha fletat, ku është shkrujt ajo se çka ka me ndodh. Mase ne e dim se gjithë çka që ndodh, është për një urtësi. është për një urtësi. Thonë gjithë çka, neve na ndodhin për shembull gjëra të mira dhe na ndodhin gjëra të këqija. Dhe ne e dim se Allahu subhanahu wa taala i ka, në thonë, caktua ato. Dhe ka të njëherë gjërat e hidhura që neve nuk na pëlqen, që neve na shkaktojnë dhimbje, ato janë për një urtësi. Ju kujtohet rasti me atë mbretin, mos e përsëriti tash. Me atë mbretin që e ka pas do me thonë një në punës të tij të afërt, i cili çdo herë kur i ka ndodhur diçka mbretit ka thonë hajr inshallah. Hajr inshallah. Dhe një herë kur e pret gishtin mbreti thot hajr inshallah është mirë, më çfarë mirë thot unë e preta gishtin edhe e burgos mbreti ata. Kur e zon pastaj duke qenë në gjueti e zon ata disa njerëz tegër e zon edhe mbretin doin me çu me therr kurban për idhullin e tyre. Edhe kur të e bën hazër ashtu me ato adetet për me pre, do të thonë kur e shohin se ka një gisht, kiz ban për kurban, se ka një gisht do të më koni kompletum, kurbani do të më koni përsosur. S'mundet, do të thonë invalid kurban, s'mundet me shku. Edhe e lëshojnë. Atër më se e lëshojnë ai mbreti e merr vesh thot si më tha, thot ai shoku jam që e mbajsha shumë afër e cilin urdhnova me burgos, më tha hajr inshallah është hajr, edhe pse e ke prej gishtin, edhe kur e thirr thot i thot tash e kam kuptuar se pse thave hajr inshallah, tash e mora vesh, po më pas ka kon hajra, dhe megjithëse unë e keq mërzita e preva gishtin, ti më thave hajr inshallah. Në rregull thot, këtë e kuptova, po thot e ti
kur dhash urdhën me të burgos edhe ti thave edhe kjo është mirë, ka dul mirë kjo, e jemi au po, puna jeme, e po se dul mirë po, puna jote, pika mirë se ti shkove, shkove në burg pa drejtësisht, po thot kisha mos më kështë shumë burg, unë e kisha konë me ti, në gjë e ti. Edhe më këshin zonë mu, edhe mu më këshin që u kurban, se ku të këshin ba, unë jam konë kompleta, kuplan. E kështu më radhë, kështu është besimtari, nuk është kjo puna veç me mashtru vetë vetën. Po kënaqësia, të pajtuarit, me ata që e ka caktu Allahu subhanahu wa taala, të pajtohesh me ata që e ka caktu Allahu subhanahu wa taala, kjo është më koni kënaqsh me ata që je, si për punën e jetës, si për punën e pasurisë, si për punën e familjes. Ti faktikisht je i kënaqur me ata që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Normalisht ti obligohesh, ta kërkosh të mirën, ajo është diçka tjetër. Mirë, po kur i bën ti krejt sebepet, krejt e jep mundin tan, edhe çaq mrihet puna, atëherë duhesh me qenë i kënaqur dhe kjo është pasuria më e madhe që dikush e ka. Tregohet për një person se nisa me kallëzu, ka pas një smundje shumë të rëndë. Një spital. Shumë të rëndë, qatë shumë se mjekët i kanë kushtu, një rëndësi se, kur i kanë mujtë edhe me ja nalë dhimtat ati personi, se di çfarë smuje, Mira ma, nuk s'ka pas ku një farë reagimi. Çdo njoni që ka ardhur, i ka thonë, bëhu dëshmitar të Allahu, se unë jam i kënaqur me ata që Allahu më ka caktu. Edhe çka ndodh, si rezultat, këtë njerëzit e spital, këtë personelin atë spital, edhe mjekët, edhe teknikët, krejt e kanë dashur edhe kanë dashur mi shërbi. Edhe thot ki hoxha kur e ka prek ai zilen për ndonjë nevojë, se s'ka lëviz, ka qenë i shtrirë në krevet, kur e ka prek zilen, ka më bë gara kush do shkojë të bëjë muhabet me ta, ti bëje izmet. Edhe pas një kohë del, njëtin vend vjen mas i delaj vjen një njeri shtrihet në spital, një njeri i cili ka pas një të ndhimt. Po nuk ka lënë fjalë të keqe pa e thonë, dhe askush prej personelit të spitalit nuk ka shpëtu pa u shau prej tij. A e njëjta dhimt ka qenë. Mirë, po problemi është se ky i dyti, si e përmend goxha, okon mos besimtar, bile vazhdimisht në shprehjet e tij ka shoh Allahun edhe ka shoh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mira mo çasi dënimi, ato janë habit se njëta dhimbte, njëta simptome, i njëjti mirë, po te njëri ka shumë i lumtur, sikur mos me pas dhimbta, atë që shpjegova se kënaqësia me ato që e cakton Allahu azza xal po i ndal ke disa dyer, nëpërmjet të cilat kalojnë nervat dhe sinjalizojnë dhimbjen në trup. Kur qeshti pajtohesh me situatën, për dallim për atyre të cilët nuk pajtohen me një të keqe që u ndodh, prandaj pejgamberi sa ka thonë pjesë e xahilietit është ata të cilët kur ju ndodh një fatkeqësi, i mshojnë trupit të tyre, i shkyjnë teshat e tyre dhe folin fjalë të xahilietit. Sa është prej nesh, ka thonë pensam, lejse minna men darab el hududa, wa shaqqa al juyuba, wa da'a bi da'wa al jahiliya. Sa është prej nesh, ai i cili i mshon fytyrës së tij, i shkyn teshat e tij dhe fol fjalë të xahilietit. Ti nuk duhesh me fol fjalë të cilat e hidhrejnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Kjo është prafërsisht ata që deshta me thonë lidhje me këtë komentimin e këtij hadithit. Porosia kryesore është për fund po e them, se ata të cilët mendojnë vazhdimisht, janë të vetëdijshëm në çdo hap që e marrin ose në çdo vepër që e lënë, se një ditë do të dalin përpara Allahut azza dhe do të takohen me Allahun subhanahu wa taala, ata janë ata që dëshirojnë të takohen me Allahun azza. Mirama, ata të cilët nuk mendojnë për vendin ku do të shkojnë, nuk mendojnë me ndërtua atë shtëpi, nuk i respektojnë kufit e Allahut azza, nuk i respektojnë ligjet e Allahut subhanahu wa taala, i shkelin e shesin imanin, dinin, fen për një interes të ulët të kësaj dunjaje, ata, as ata nuk dëshirojnë të takohen me Allahun,
mirë pa as Allahu subhanahu wa taala nuk dëshiron të takohet me ta. E nëse Allahu subhanahu wa taala nuk dëshiron të takohet me ti, kjo do me thonë se Allahu subhanahu wa taala ka me dënu. Allahu na ruajt. Gjithashtu ky hadith tregon se Allahu subhanahu wa taala diçka do dhe diçka urren. Prandaj sipas ehli sunetit, më thonë dy cilësitë e Allahut subhanahu wa taala janë se Allahu diçka do dhe diçka urren. Mos thotë dikush kjo puna se Allahu do me thonë Allahu shpërblen. Kjo puna se Allahu urren, do me thonë se Allahu dënon. Jo, nuk do me thonë çashtu. Do me thonë Allahu diçka do, diçka urren. Këto janë cilësitë e Allahut, të cilat ne i pohojmë çashtu sikur se i ka pohu Allahu në Kur'an, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij, duke mos e përngjasuar Allahun subhanahu wa taala, duke mos e përngjasuar Allahun subhanahu wa taala me krijesat e tij. Ata të cilët dëshirojnë të takohen me Allahun subhanahu wa taala, siç thash edhe një herë, po e ri përsëris, duhet të bëjmë punë të mira. Dhe duhet të bëjnë këto punë të mira sinqerisht, siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala në fundin e surës Kahf, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Kush shpreson të takohet me Zotin e tij, fel ya'mal 'amalan salihan, le të punoj punë të mira, wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, dhe askënd Allahut mos ja shoqëroj. Kjo është domethënë. A do mu taku me Allahun subhanahu wa taala? Puno punë të mira Allah. Edhe largo prej punëve të këqija. Dhe punët e tuja bani të mira. Jo vetëm me bë punë, nëse s'janë të mira punët, kur gjon s'ke bë. Nëse punët nuk janë të mira, kur është një punë e mirë? Një punë e mirë është kur bëhet në përputhshmëri me sunetin e pejgamberit sa dhe bëhet sinqerisht për Allahun subhanahu wa taala. Nuk bëhet për ndonjë nijet tjetër. Allahu azza wa jalla na mundsoft të gjithëve që të jemi prej atyre të cilët duan të takohen me Allahun dhe Allahu dëshiron të takohet me ta. Allahu azza wa jalla na përforcoft në rrugën e tij të drejtë dhe na mbroft nga devimet. Walhamdulillahi rabbil alamin.